Jon, më trego diçka për veten, sepse ju vetëm flet shumë mirë shqip. Bravo, domethënë, i brezit të tretë një shqip e shkëlqyer, po dhe argumenton shumë mirë, kështu që duhet të kuptoj diçka për shkollimin tënd. Po tash unë si histori personale nuk kam shumë, 21 vjeç, nuk mund të mburrëm për shumë gjëra. Ke lindur në Francë? Kam lindur në Francë, patjetër, në Lyon të Francës, në qytetin e dytë të Francës. Të themi që jam shkollu në Francë, jam sot në juridik, në fakultet. Edhe faleminderit. Edhe po ndoshta edhe argumentimi vjen nga disa konkurse retorike që kam bërë, po edhe nga vetë profesioni që dikur juristi është edhe në argumentim. Pra ashtu, edhe kam fatin që për gjuhën shqipe, ta flasim ndoshta pak, e kam fatin që e flas, po edhe që e kam të drejtën ta flas. Sepse siç duket po harrojmë se të drejtat mund edhe kur nuk i mbrohen, kur nuk i rikujton të azhësohen, siç po ndodh në Maqedoni. Po harrojmë se edhe studentët më kanë thënë pas intervistës, pas fjalimit, më kanë thënë je shumë idealist. Si student, si njeri, je shumë idealist. Më kanë komentuar, më kanë shkruar, u bë virale pak kjo farë video. Se çka ka të keq që jam idealist? Idealist kanë qenë 68-a në Evropë. Kanë qenë protestat madhore, shoqërore. Kush i ka fillu? I kanë fillu studentët. Nëse studentët e kanë filluar rinia. Idealistët duhet të kenë gjithherë. Më thonë, kush e ka filluar edhe pavarësinë e Kosovës? Idealistët. Nuk nëse jam fajtor, patjetër, jam idealist. Jam idealist, pra jam fajtor. Po nuk e konsideroj si thyrje. Historia jote familjare është historia e një familje që la Kosovën në çfarë viti? Them të drejtën, familja ishte tepër angazhuar në çështjen kombëtare në Kosovë, i mgjysh. Idealist edhe ata. Edhe ata idealist, është e vërtet. Po si shumë tjerë, si shumë mërgjimtarë edhe sot, idealist ishin në atë aspekt, edhe gjyshi iku nga fundja e vitit të 80-ta, edhe pastaj sepse i redentist, sepse i kërkuar politik i përndjekur, edhe e krijoi me shumë miq tjerë, po edhe në Zvicër, po edhe në Lyon, u krijua kjo organizat si e parë ka qenë Akademia Fanoli, u quajte, e cila ka funksionu si ndërmjetësuese me Evropën, me Francën, e cila ka qenë diplomatikisht ka qenë ndërmjetësuese në Kosovë, siç e dini. Pastaj ne kemi ardhur në atë kohë, prindi pastaj ka ardhur me gjyshin, edhe tani e 40 vite, prindit jetojnë në Francë, po kthehen pas pak besoj kamit maksimum disa vite edhe kthehen në Kosovë definitivisht. Do kthehen prindrit në Kosovë? Po, besoj se po. Ka qenë gjithë një shillim. Ka qenë ideja, diaspora gjithë e ka këtë ide që një ditë do kthehen. Kjo e mban shpresën. Kjo e mban, domethënë, që ata jetojnë aty me këtë ide. E flasim pak këtë gjë, ndalojmë pak, jo vetëm si shqiptari i Kosovës, se nuk e dia mendoj ndryshe në Kosovë, ndryshe në Shqipëri. Ti ta them këtë gjë, po e flasim. Më bëri përshtypje. Në një moment un kam thënë kur moderoja që mërgata e shqiponjave që do kthehen dhe do bëjnë Shqipërinë. Po. Komente abuzuese, bullizuese, ku diun si ta quaj, më kanë sharë, më kanë masakruar, patronazhiste, njëri i Ramës, më thonë ca fraza të që shlidhje kishin këto me Shqipërinë. Unë jam njëri i Shqipërisë. Po, nëse do të më thuash diçka, domethënë, unë e dua Shqipërinë dhe unë e di që Shqipëria nuk bëhet dot po se erdhët ju. Ti do sklever, nuk e di çfarë, nuk shikoja një helm të madh aty, që nuk e kuptoj. Edhe vetë, duke sikur po ftoja njerëz, po i merja, po i tërhiqja me zor. Në fakt ajo nuk është ftesë për ka nuk janë ndjen, por është ftesë për ty. Është vërtet. Që do kthehesh një ditë. Është vërtet. Ose ti i kthyer je në një farë mënyrë, se i kthyesh ai që ka mendjen në zemrën në këtu. Patjetër. Fakti që ti vjen Samit, ti tregon që ti ke një shtys.
Patjetër. Cili do qoftë ky summit, ndalojmë edhe flasim edhe për këtë. Dua të flasim bashk, duke i parë nga këndvështrimi yt. Pra, unë nuk e kam gabim kur i them një ditë do kthehen ose kur besoj te kthimi. Si mendon sipas teje? Nuk mund ta kesh gabim kursesi. Kursesi sepse siç e thash edhe më herët në një intervistë tjetër. Kur thret Shqipëria, kur thret Kosova, sidomos Mërgat, mos ta harrojmë Mërgata është një pjesë e madhe e Shqipërisë. Jeton në Mërgat. Nuk po flas as për emitanca e këto tjera, këto janë gjëra ndryshe, gjëra edhe ndoshta individuale ndërmjet familjes. Po flas që kur më thret në summit, kush do që të është? A Edi Rama a dikush tjetër, nuk është problem. Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. Edhe e thet vet para disa kohe. Nuk e dim çdo jetë zgjedhje, çka do bëhet me Mërgatën, sepse nuk e kemi pas idenë. Po, pra Edi Rama nuk e ka monopolin e Mërgatës. A vje Edi Rama më fton në summit, apo dikush tjetër? Jam po. Të ka ftu Shqipëria? Më ka ftu Shqipëria, më ka ftu për të folur, më ka ftu për të bërë rjetizim, për të ngritë çështje. Tashtë, letimi që Mërgata vetë në definicionin e vetë, në përkufizimin e vetë, është ideja që një person ka lidhje të qëndrueshme dhe të vazhdueshme me shtetin am. Ose me kombin am, sepse kombë. Si fillim është i identifikuar, pastaj ka një marrëdhënie, domethënë funksionale. Patjetër. Të gjitha këto na mungojnë. Patjetër. Unë nuk mund të flas vetëm për vete, sepse unë ndoshta edhe kthena unë prej vogël e kam, sepse jam rrit në këtë aspekt, familja, gjithë është ideja do kthehemi një ditë dhe kur do kthehemi do kontribuojmë se ja kemi borxh. Gjithë ka qenë ideja që ja kemi borxh. Sepse nuk e ndjen veten. Unë jam gjenerata e tretë, është tjetër gjë, për prap e kam këtë ide që një ditë duhet një prezencë e dyfisht, një prani e dyfisht. Një ditë po. Sa bukur, e bëre prani me njerë, sa çfarë shqipen të mrekullueshme, si e ruan, një prani me njerë. Edhe prindrit që dhe janë rrit ndoshta, po prap nuk e ndjen veten të kontribuosh vetëm për një shtet të cilin do të identifikosh, po jo në tërësi, edhe andej identifikosh prap jo në tërësi, do ta kompletosh dikun. Aty ku e kompleton në shteti jam. Unë do të kthena. Kush e di? Sot e tham edhe në intervistë, ndoshta më nxjerr dikush më vonë, po ndoshta kthena më vyn vite. Këtë sigurt. Edhe ti, edhe pse je i ri, praktikisht e ke këtë merakun se si bëhen virale këto frazat në. Po normal, po kush ta kesh pa menduar se bëhet virale ai fjala ime aty. Më ndodhi përsëri me, po më ndodh unë ky televizion është televizion i diasporës. Normalisht është krijuar realisht me këtë qëllim. Unë e ndjeva që tregu, njerëzit mungonin, nuk ishin këtu, ishin jashtë, dhe atëherë ju drejtova të gjithëve. Dhe i vum një emër kur nuk e dija dhe vetë, domethënë, çfarë do bënim. Dhe i shkruajmë në televizionin e diasporës dhe pavarësisht sa miteve ne kështu kemi funksionuar, tregojmë histori njerëzore. Dhe mua më vjen keq sepse ndryshoi her pas here, njerëzit tregojnë historinë e zemrës dhe fillojnë edhe paragjykohen ose bëhen viral. Dhe kur janë në një farë moshe tremben, edhe thonë ma hiq. Po nuk do shkojmë kështu ne, nuk do autocensurohemi ne. Ne do ju mbyllim gojën komenteve bullizuese negative duke shfaqur më të mirën tonë, se si t'ja mbyllësh gojën. Duke i thënë që kush jam unë, çfarë dua unë, prandaj të mos i trembim njerëzit. Unë për shembull nuk trembem nga komentet. Okej, ti ke mendimin tënd, po ka njerëz që tremben, flasin për herë të parë. Është normale. Ti edhe vetë ndjeve që realiteti të vë në është normale. Rrjetet sociale, çdo mjet komunikim sot edhe të flasin me kontet falso apo me konte pa emër, pa mbiemër, këto gjëra as që i ndjej afër. Sepse fundja fundit gjithë kam qenë unë, po edhe organizata jonë e hapur për debat.